Sa po doli jashtë, era e ftohtë ja mbiu fytyrën. Por atij I kishte mbetur mendja tek fjalia që kishte lexuar. Allahu I mëshirueshëm I dëgjon duat dhe I pranon. I hutuar u fut në makinë e ndezi dhe u nis për në shtëpi. Kur po arrinte në rrugën kryesore, I erdhi në zemër një ndjenjë e çuditshme. Kjo ndjenjë I thoshte që të ndalte makinën, të zbriste dhe të blinte një shishe qumësht. Në fillim nuk ja vuri veshin dhe vazhdoi rrugën. Por kjo ndjenjë shtrëngoi fort edhe një herë tjetër. Ju bind. Zbriti nga makina, bleu një shishe qumësht dhe vazhdoi përsëri rrugën. Tek po kalonte përpara një rrugice, një zë I brendshëm I tha që të kthente aty. Pasi kishte bërë pak rrugën në atë sokak ku njëjti zë I tha të ndalonte makinën. Ndaloi dhe e parkoi makinën në anën e djathtë të atij sokaku. E zëri I brendshëm e urdhëroi: Shko dhe jepja qumshtin njerëzve në shtëpinë përballë. Në fillim nguroi pak. Pastaj tha me vete: le të më quajnë të marr po të duan. Dhe I ra ziles. Brenda shtëpisë u dëgjuan zhurmë hapash. Nga brenda një zë burri e pyeti: kush është? Çfarë kërkoni? Dishi të largohej që aty, por në ato moment u hap dera. I zjati shishen me qumësht burrit që hapi derën dhe I tha: urdhëroni. Burri sapo e pa shishen, e mori dhe u fut me vrap brenda. Më pas, u duk një grua që u nisët drejt kuzhinës. E më pas, zoti I shtëpisë u kthye përsëri tek dera. Në krah mbante një foshnjë që qante, dhe nga sytë e burrit filluan të rrjedhin lot. Duke qarë mezi arrite të thoshte këto fjalë: u bën 2 muaj prej se kemi ardhur në këtë qytet. Punë nuk ka mundur të gjej akoma. Me ndihmën e miqve dhe shokëve kemi arritur deri në këtë ditë. Por sot nuk na kishin mbetur më para për t'i blerë qumësht foshnjës son. Të dilja të lypja para borxh apo të merrja qumësht hua, nuk e kisha të lehtë. S'mundesha. E gruaja vazhdimisht nga dhimbja për fëmijën bënte dua: o Allah, të lutem, na dërgoj qumësht me anë të ndonjë engjëlli. A mos vallë jemi engjëll dhe keni marrë pamje njeriu? Burri që kishte sjellë qumshtin I dha me zor të zotit të shtëpisë edhe të gjitha paratë që kishte me vete. Dhe u nis drejt makinës së tij, sepse fjalët I kishin mbetur në kryk.